Edhe pse avokati i zonjës Balluku kërkoi 3 javë kohë për t'u njohur me materialet, po ashtu edhe Partia Socialiste ka kaluar 3 javë voshi dytë. Më shumë kohë, por duhet përmendim faktin që nëse kuvendi, duke referuar momentin që ka shkuar, të paktën ka shkuar me datën 16 dhjetor në kuvend, nëse deri me 16 mars, nëse bëjnë 3 muaj dhe kuvendi nuk arrin të marrë një vendim as pro apo kundër kërkesës së SPAK për heqjen e imunitetit të zonjës Balluku, kërkesa prokurisë së posaçme quhet të rrëzuar. Nëse nuk do kemi një vendim deri me datë. Sepse digjen afatet 3 mujore për një kërkesë së SPAK. Është vetëm afat që ka Këshilli i Mandateve për 3 muaj. Nëse për këto 3 muaj, që në momentin që është bërë depozitimi, ka shkuar shkresa e SPAK-ut në kuvend, nëse bëhen 3 muaj, atëherë kërkesa quhet të rrëzuar. Dhe nuk kemi afate të tjera të cilët mund ta detyrojë kryetarin e Parlamentit për ta mbledhur Këshillin e Mandateve, ashtu si nuk i imponohet dot Partia Demokratike, edhe me numra që ka në mbledhjen e Këshillit pasi në të barabartë dhe nuk bëhet quorumi dot, nuk e imponojnë dot për të patur një mbledhje dhe nuk ka afate për ta detyruar dhe ligjërisht apo me anë të rregullorës. Është i vetmi afat 3 muaj që ne kemi raportuar që në fillim dhe duhet parë nëse do të digjen afatet apo nëse do të pritet vërtet vendimi i gjykatës kushtetuese. Ka dhe një histori që më shumë po është ngritur nga Partia Demokratike dhe opozitarët për këtë çështje. Ata kanë një informacion sipas burimeve dhe lëvizjeve qoftë në Partinë Socialiste, qoftë dhe në gjykatën kushtetuese. Mund t'i drejtohet gjykata kushtetuese Komisionit Venecias kur ka mbyllur shqyrtimin e çështjes Balluku, pra në këtë fazë? Me 22 janar, trupa gjykuese u shpreh që ne do të tërhiqemi për vendim dhe në këtë fazë, paktën sipas precedenteve nuk mund të drejtohet Komisionit të Venecias për të patur një mendim, pasi ata janë tërhequr për një vendim, pavarësisht se kishim ditën e djeshme një mbledhje në dhomë këshillimi, për sa i përket dhe nuk arritën dot të merrnin vendimin për ankimimin e zotit Rama. Por në këto momente të paktën edhe ne jemi konsultuar edhe bashkë edhe me kolegët tanë për sa i përket nëse mund të drejtohet në këtë moment. Deri tani nuk ka ndodhur. Kjo mund të ishte bërë në fazën përpara se të tërhiqeshin për vendim, por këtu ne jetëm, nuk dihet mund të ndodhë gjithçka, nëse do ketë ndoshta një presion nga ana e Partisë Socialiste apo të Kuvendit të Shqipërisë për të patur një vendim ndoshta më të shpejtë dhe ata mund të drejtohen, por tashmë ka hyrë në afate. Pasi nëse drejtohet sot gjykata kushtetuese, Komisioni i Venecias mund të mblidhet në mars. Çka do thotë që sipas afateve kushtetuese, gjykata duhet të shprehet brenda 30 ditëve. Sepse janë këto afate. Ira parashikimi i Sajmir Koreshit që priste ndarjen e tortës për Shën Valentin për këtë çështje. Por gjithmonë sipas afateve nëse do mblidhesh komisioni datën 28. Po, me datën 22 janar është ka qenë mbledhja e parë që ndërheq për vendim, deri me 22 shkurt. Gjykata kushtetuese duhet të ketë një vendim, pasi janë këto afatet kushtetuese të saj. Dhe nëse i drejtohen ata Venecias, tashmë ajo ka hyrë në numërimin e këtij afati. Dhe s'ka shanse që Venecia të kthejë përgjigje deri në këtë afat. Jo, sepse duhet të ketë një mbledhje dhe Komisioni i Venecias nuk mund të mblidhet për një kërkesë të Shqipërisë, sado urgjente që të jetë, mund të jetë që mund ta fusin në rend ditë ndoshta të përshpejtuar kur ata kanë një mbledhje, po jo të mblidhen thjesht që ja kërkoi Shqipëria, pavarësisht se jemi një nga klientët më të mirë. Kështu e ka thënë presidenti i nderit i Komisionit të Venecias. Shqipëria është një nga klientët më të mirë. Dhe që lloj çështjesh i ka shkuar Komisionit të Venecias. Pra, jo vetëm janari, po edhe shkurti do të jetë muaji i dytë i këtij viti që ne do të merremi me çështjen Balluku për kërkesën e imunitetit dhe në pritje të gjykatës kushtetuese. Gjithmonë nëse referohemi afateve në shkurt, duhet kemi tashmë, nëse nuk do kemi përpara vendimin nga ana e gjykatës kushtetuese, ndërkohë nga ana e kuvendit pritet të kemi i shkurti nëse do të ketë gjithmonë një vendim, pavarësisht se të paktën sipas kontakteve ka një pretendim nëse gjykata kushtetuese lë në fuqi pezullimin nga ana e gjykatës së posaçme masën e parë të SPAK, atëherë sipas socialistëve, të paktën sipas disa burimeve, bie kërkesa e dytë për masën e arrestit, çka do të thotë që ato nuk do duhet më që t'i japin autorizimin SPAK-ut për të patur, për të hequr imunitetin e zonjës Balluku dhe për të marrë një veprim më pas drejtësia për arrestimin e zëvendës kryeministit, çka do të thotë që mbetet në fuqi masa e parë e pezullimit.